Një projekt ligji ri në Izrael po shkakton polemike të forta pasi kritiket e konsiderojnë atë një hap drejt aneksimit të mëtejshëm të territoreve palestineze në bregun perëndimor të pushtuar. Në qendër të debatit ndodhet siti antik i Sebastia, një nga zonat më të rëndësishme arkeologjike të rajonit, ku banorët palestinezë mbështeten prej vitesh të turizmi si burimi kryesor i të ardhurave. Projekt ligji parashikon zgjerimin e kompetencave të Ministrisë Izraelite të Trashëgimisë mbi vende të tilla historike. Palestinezët dhe organizata izraelite për të drejtat e njerëzit argumentojnë se kjo do t'i jap Izraelit kontroll civil mbi toka që sipas ligjit ndërkombëtar konsiderohen territore të pushtuara. Autoritetet palestineze në Sebastia thonë se plani nuk prek vetëm rrënojat historike, por edhe mira pemulliri, burime ujore dhe rrugë, duke rrezikuar jetesën e banorëve vendas. Ndërkohë, deputeti izraelit Zvi Sukot, një nga nismëmarrët e projekt ligjit, argumenton se ligji synon të mbrojë trashëgimin historike hebraike në atë që Izraeli e quan Judea dhe Samaria, emri biblik për bregun perëndimor. Edhe brenda Izraelit ka kundërshtime. Akademia Izraelite e Shkencave dhe Shkencave Humane u ka kërkuar autoriteteve që projekt ligji të tërhiqet, duke paralajmëruar se ai mund të dëmtojë marrëdhëniet ndërkombëtare të Izraelit në fushën e arkeologjisë dhe kërkimit shkencor. Projekt ligji ka kaluar tashmë leximin e parë në parlamentin izraelit, por për të bërë ligj duhet të miratohet edhe në 2 votime të tjera. Nëse hyn në fuqi, ai pritet të intensifikojë debatet ndërkombëtare mbi statusin e bregut perëndimor dhe të shtojë tensionet mes izraelitëve dhe palestinezëve.